Kryeministri Ristian Miskoski deklaroi sot se strukturat të caktuara politike po mundohen të shfrytëzojnë situatën për përfitime personale politike. Duke komentuar paralajmërimet për protesta pas zjarrit në diskotekën në Koçan, Miskoski tha se mbështet absolutisht shprehjen e revoltës përmes protestave, por se nuk i arsyeton mbretësit politik siç i ka quajtur ai, për të cilët protestat janë shans për të fituar pikë politike. Protestit e se demokrat skalat kanë. Edhe unë jam nervoz dhe besoj se dhe ju jeni të pakënaqur, gjithë ne jemi të pakënaqur, në gjithë këtë që ndodh dhe nuk duhet të kemi dilema. Punët i zgjedhim dhe do të vazhdojmë t'i zgjedhim. Shumë punë u zgjedhën 9 muajt e fundit prej kur u zgjedh kjo qeveri, por shumë çështje kjo qeveri ishte mbrojtëse, të mos lejojmë të vazhdojmë poshtërimi, plaçshkitja, shkatrimi nacional i Maqedonisë. Pikërisht, ky është problemi atyre brejtësve politik, të cilët duan të fitojnë pikë politike përmes këtyre protestave, prandaj shohin mundësi. Ai theksoi se i kupton të gjithë ata që kanë vendosur të shprehin zemrimin e tyre legjitim përmes një mjeti demokratik siç është protesta, por shtoi se nuk mund t'i arsyetoj brejtësit politik që nuk duan një qeverisje të fortë të VMRO-PS, sepse sipas tij është tamponi dhe shtylla e fundit që nuk do të lejojë shkatrimin e Maqedonisë si shtet. I poslednjot stolp da ne dozvoli. Unë i bashkojmë absolutisht shprehjes së revoltës dhe zemërimit, sepse kemi ende shumë gjëra për të zgjidhur, por ne do të luftojmë atomin e fundit të energjisë për të rregulluar diçka në emër të brezave të ardhshëm. Asgjë nuk mund të bëhet brenda natës. Megjithse kemi bërë shumë në periudhën e kaluar, kemi mposhtur disa shoqata mafioze që për fat të keq funksiononin në shtet. Do të vazhdojmë edhe në periudhën që vijon, por prej tani e tutje do të doja që të gjithë të mbetemi të fokusuar dhe të unifikuar në zgjidhjen e problemeve. Kujtojmë se iniciativa qytetare Kushështi Radhës ka paralajmëruar protesta sonte për të kërkuar përgjegjësi për tragjedinë në Koçan, por edhe të gjitha tragjeditë të viteve të fundit, ndërkaq protesta dhe marshe protestuese janë organizuar vazhdimisht që nga dita e tragjedisë.